Dhe i urren Allahu për ju 3 gjëra. Cilat janë ato? Po thonë njerëz kështu. Njerëzit kanë thënë ashtu. Kanë dëgjuar që po flitet kështu. E kam lexuar dikon shumë pyetje. Këtë e urren Allahu Azza wa Jall. Ku je kon? Çka ke bë? A ke qenë atje? Pse ke qenë? Pse nuk ke qenë? Si e ke bë këtë? Si e ka pas emrin bashkëshortja e iblisit? 13 pyetje janë në Kur'an që ata ja kanë bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, jemi së bashku në këtë muaj të bekuar, në hijen e shumë mirësive, begative, në hijen e shumë adhurimeve që jemi duke u munduar të realizojmë, po njëkohësisht edhe në hijen e fjalëve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ku jemi duke u munduar të jetojmë me ato fjalë, të marrim nga kajmaku, nga mjalti i atyre fjalëve, në mënyrë që të mundohemi ato fjalë t'i nxjerrim në praktikën e jetës tonë, t'i realizojmë në jetën tonë të përditshme. Kemi përmendur disa fjalë në lidhje me një prej haditheve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi Allahut na tregon neve për 3 gjëra me të cilat Allahu Azza wa Jall është i kënaqur. Dhe pastaj ka mbetur që të vazhdojmë me pjesën e dytë, 3 gjëra me të cilat Allahu Azza wa Jall është i hidhruar nëse ne ato i veprojmë në jetën tonë. Bëhet fjalë për hadithin të cilin e nxjerr Imam Muslimi rahimahullah, në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Inna Allah yarda lakum 3 wa yakrahu lakum 3. Allahu Azza wa Jall është i kënaqur për ju nëse ju i veproni 3 gjëra. Dhe Allahu i urren për ju gjithashtu 3 gjëra. Gjërat të cilat Allahu Azza wa Jall i don dhe është i kënaqur që ne t'i veprojmë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. Ta adhuroni Allahun, mos t'i bani shok atij asgjë. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Të kapeni të gjithë për litarin e Allahut dhe të mos përqaheni. Kjo pjesë është përmendur në hadithin që nxjerr Imam Muslimi, ndërsa gjëja e tretë vetëm se është përmendur në transmetime tjera, të këshilloheni ndaj prisit musliman, mos të shkaktoni përçarje dhe mos të shkaktoni trazira, të respektoni atë i cili ju udhëheq juve. Këto janë 3 gjëra me të cilat na porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Së pari të adhuroni Allahun, pra haku i parë ndaj Allahut. Të qëndroni bashk, mos të përqaheni,
haku i besimtarëve ndaj njëri tjetrit, dhe haku i tretë të qëndroni besnik, të sinqert, të këshilluar ndaj prisit të besimtarëve, haku i tretë ndaj prisit udhëheqësit të muslimanëve. Pjesa e dytë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Wa yakrahu lakum thalathan", dhe i urren Allahu për ju 3 gjëra. Në një transmetim tjetër: "Wa yaskhatu lakum thalathan", dhe është i hidhruar me ju për 3 gjëra. Nëse ne i veprojmë këto 3 gjëra, Allahu azza wa jall është i hidhruar ndaj neve, nga se Allahu këto 3 gjëra i urren. Dhe përderisa i urren Allahu, ne duhet të mundohemi që të qëndrojmë larg këtyre gjërave, mos të jemi pjesë atyre cilësive dhe veprimeve në të cilat Allahu azza wa jall është i hidhruar, të qëndrojmë larg, mos të jemi nga ata që cilësohemi me këto 3 gjëra. Cilat janë ato? Gjëja e parë, dhe jo rastësisht e para, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me ato gjëra që Allahu është i hidhëruar ndaj jush, nëse ju i veproni ato, gjëja e parë, qila wa qal. Megjithse kjo mund të duket ndoshta e thjesht, e lehtë, ndoshta me logjikën e dikujt prej njerëzve nuk e meriton kjo të jetë e para, mirë po në realitet dhe nuk ka dyshim, kjo është nga gjërat e rrezikshme dhe nga gjërat e dëmshme për individin, për familjen, për shoqërinë në përgjithësi. Cila është ajo? Qila wa qal. Dhe në gjuhën tonë i themi thashe theme. Ka thënë filani dhe ky pastaj i kishte thënë atij dhe pastaj ai ka thënë kështu dhe ky dhe kështu me radhë. Dhe këto janë fjalë boshe, fjalë të kota, thashe theme, nuk ka asnjë lloj dobie prej tyre, megjithse janë të përhapura në mesin e njerëzve. Në sa tavolina diskutohet në këtë mënyrë, në sa biseda tonat, kjo cilësi është prezente. Në sa raste kur muslimanët bisedojnë, takohen dhe e kalojnë një kohë së bashku dhe e pinë një kafe dhe në muhabetin e tyre ka qila wa qal. Dhe pastaj zgjatet muhabeti dhe stër zgjatet muhabeti dhe barten fjalët të njërit e tjetri deri në atë shkallë sa që kalon pastaj në gibet, përgojim. Kalon në nemim, bartje të fjalëve për t'i prish njerëzit mes vete. Kalon në gënjeshtër, e cila është prej gjunaheve më të mëdha. Të gjitha këto gjunahe vijnë nga thashe themet, nga bisedat e kota, nga gjërat që nuk i takojnë besimtarit. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nga islami i mirë i besimtarit është mos të merret me gjëra që nuk i takojnë. Po çka të takon ty, çka të intereson ty të merresh me ka thon filani dhe ka thon filani dhe çka pastaj? Çka nëse ka thon dhe çka nëse nuk ka thon? Nuk ka asnjë lloj dobie dhe mos të flasim pastaj sa është një gjë e tillë prezente në mesin e grave. Sa biseda, sa muhabete bëhen të këtij lloji. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a." I mjafton njeriu si gënjeshtër. Ti mundesh me ra në gënjeshtër. Ti mundesh të bëj gënjeshtar duke u marrë me fjalët e kota të njerëzve. I mjafton njeriu si gënjeshtër të përcjell dhe të flet çdo gjë që e dëgjon. Kanë thënë, po thonë njerëz kështu. Njerëzit kanë thënë ashtu, kanë dëgjuar që po flitet kështu. E kam lexuar dikon portale, media, gjëra, faqe të kota që përcjellin një lajm, nuk e di a është i vërteta, nuk është i vërtet, mirë po. Dhe vazhdon biseda. Dhe në fund është e kot. Nuk i takon besimtarit.
Qila wa qal është gjë, është cilësi të cilën e urren Allahu dhe besimtari duhet të ngritet. Besimtari duhet të civilizohet, duhet të kulturohet, duhet të ngrit nivelin e atë shkallë që mos të merret me muhabetet e kota, po nuk na intereson neve, se cili e ka jetën e vet, se cili ka gjërat e veta, ne nuk merremi me atë që thot filani dhe thot filani, dhe sa ndikon një gjë e tillë pastaj në raportin mes neve, dhe sa ndikon një gjë e tillë pastaj për prishje të raporteve në sa raste familjare dhe në sa raste shoqërore. Në familje ka njerëz të cilët familjarisht, familje e afërt janë prishur në mesvete. Për çfarë arsye? Por arsye se kanë thonë, por arsye se po thonë, ti ke thonë për djalin tim kështu, ti ke thonë për vajzën time, kemi dëgjuar që ju keni thonë, jo ne nuk kemi thonë, dhe pastaj nga fjalët e kota, vëllau me vëllau nuk flet. Prishe njerëzit, hidhërohen njerëzit me zvete. Por çfarë? Por thashe theme, për gjëra të kota që dikush jeton, dikush këte e ka ushqim, dikush këte e ka hobi, dikush këte e ka jetë, ama kjo nuk i takon besimtarit, nuk është cilësi që na takon neve, ne si musliman, nuk duhet të merremi me gjërat e tilla. E në sa raste një gjë e tillë ta ngushton jetën. Ja ti nuk po meresh, une nuk merem me çka ban filani, çka thot filani, nuk merem me atë gjë fare, une shikoj jetën time, dhe në raste të caktuara pastaj të imponohet të meresh. Për çfarë arsye? Se njerëzit flasin. Dhe ti pastaj e ki një arritje në jetë, e ki një qëllim në jetë, dhe ti në çdo aspekt duhet të mendosh pastaj se çka do të thonë tjerët. Në martesë, çka do të thonë tjerët. Në darsëm, ka darsëm njeriu, ngushtohet se si ka me bë darsmën, dhe në atë darsmën e tij çka do të thonë tjerët. Ndoshta nuk i ka kushtet, nuk i ka mundësit, ndoshta shkon merr borxh ta ban darsmën pak më mirë. Për çfarë arsye? Po tjerët mos thonë. Tash në Ramazan ngushtohet njeriu, ka njerëz që ngushtohen se pa tjetër do të me thirë dikan në iftar, ndërsa Allah nuk ta ka bë obligim, ama mos me thirë do të thonë. Derisa edhe në raste të vdekjes ngushtohet njeriu në të pame, në gjëra që i imponohen, ti veprojnë se njerëzit do të thonë. E deri në atë shkallë sa që njerëz të caktuar i lënë edhe ibadetet në disa raste se nëse e praktikoj këtë gjë, apo nëse e praktikoj këtë sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njerëz do të thonë. Dhe njerëz do të thonë, bëhet një gjë tepër e rëndësishme në mesin e besimtarëve. Dhe pastaj kësaj duhet t'i kushtojmë ne shumë rëndësi çka do të thonë njerëz. Ndërsa kjo nuk është ajo që na takon neve. Qila wa qal, thashe themet, është thonë, ka thonë, të gjitha këto nuk na takojnë neve, nuk duhet besimtari të merret fare me atë që e thonë të tjerët, të mundohet të realizon në jetën e tij qëllimin, synimin, të arrin kënaqësinë Allahut Azza wa Jall. Do të thonë apo nuk do të thonë, nuk është ky qëllimi i besimtarit. Pra gjëja e parë, qila wa qal, thashe themet. Gjëja e dytë, të cilën e urren Allahu Azza wa Jall, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa kathrat as-su'al, shumë pyetje. Këtë e urren Allahu Azza wa Jall, me bë njeriu shumë pyetje. Çka do me thonë me bë shumë pyetje? Me bë shumë pyetje nga ana e dunjas dhe me bë shumë pyetje nga ana e fesë. Nga ana e dunjas me bë shumë pyetje. Çfarë? Me i bë njëri tjetrit shumë pyetje, sa që njeriu të ngushtohet nga pyetjet e tilla. Ku je kon? Çka ke bë? A ke qenë atje? Pse ke qenë? Pse nuk ke qenë? Si e ke bë këtë? Si e ke bë atë? E kështu me radhë dhe detaje, si kur ti je në pyetje apo në gjyq dikun, dhe duhet për çdo gjë të spjegohesh dhe të sqarohesh.
pyetjet e shumta. Besimtari nuk është mirë që të ban shumë pyetje ndaj të tjerëve. I ban pyetja je mirë, i ban pyetje si ke kalu, i ban pyetje si ki hallet, krejt është në rregull, mirë, po detaje të jetës së kujt, të jetës private të dikujt prej njerëzve. Dhe kjo nuk është e mirë. Në raste të caktuara njeriu ngushtohet nga pyetjet e tilla, në disa raste ndoshta edhe nuk di si të përgjigjet. Çka më i thon këtij tash? Pyetje të cilat nuk na takojnë. Dhe nga ana tjetër, nga ana e fesë, kathrat as-sual, nga ana e fesë, pyetje të shumta. Çfarë pyetje? A nuk ban në fe me bo pyetje? Jo, në fe duhet me bo pyetje. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Bani pyetje. Allahu thot në Kur'an, bani pyetje dietarëve, hoxhallarëve, njerëzve të ditur, por atë që ju nuk e dini. Ban pyetje. Interesohu për fen tënde, për besimin tënd, për imanin tënd, për namazin tënd, për agjërimin tënd. Ban pyetje. Po cilat pyetje janë që Allah nuk i don, Allahu i urren, janë ato pyetje të cilat ty nuk të bajnë dobi. Ka pyetje që nuk bajnë dobi, mirë, po njerëzit ndoshta ju kushtojnë rëndësi, ju kushtojnë kohë, merret me debate në mesin e njëri tjetrit, debat për një temë, për çfarë teme, e sheh që ajo temë nuk i takon asnjërit prej tyre. Gjithë ky debat, gjysore, një orë, në fund, cili është rezultati? Çka të duhet? Çfarë dobi e ti ki nga gjithë ky debat? Po vetëm ta dim. Dhe këto pyetje nuk janë të mira. Kur bëhet pyetje ndaj një hoxhe apo ndaj dikujt tjetër, për çfarë arsye? Vetëm me ditë. Kështu thjesht thash, vetëm me ditë. Kjo nuk është pyetje e mirë. Mos të flasim pyetje provokative. Mos të flasim pyetje me qëllim të keq. Mos të flasim pyetje që dëshiron me nxjerr nga ajo pyetje ndonjë gjë e cila do të ketë ndikim negativ në ndonjë rast. Pyetjet e tilla janë të këqija, pyetje që i urren Allahu Azza wa Jall. Shikojeni te sahabët. Shikojeni sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo me ju bë pyetje hoxhallarëve, jo dietarëve, jo, e kanë pasur në mesin e tyre kanë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çfarë pyetje që ti të shkon në mendje e merr të sigurt direkt nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po shikojeni sahabët, sa pyetje i kanë bërë në jetën e tyre. Dhe shikoje pastaj ne sa pyetje i bëjmë. Sa pyetje i kanë bërë sahabët. Në gjithë Kur'anin famëlart, në gjithë fjalën e Allahut Azza wa Jall, Allahu i ka përmendur disa pyetje që i kanë bërë njerëzit në atë kohë. Dhe thot Allahu: "Wa yas'alunaka 'ani ash-shahri al-harami qitalin fihi, wa yas'alunaka 'ani al-khamri wal-maisir, ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن ذي القرنين ويسألونك تبان pyetje ty ويسألونك تبان pyetje ty në sa ajete, në sa pyetje kanë në Kur'an që ata të bajnë pyetje ty. Nga gjitha mira ajete të Kur'anit vetëm 13 pyetje. Subhanallah. 13 pyetje janë në Kur'an që ata ja kanë bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa yasalunaka. Ata të bajnë pyetje ty 13 herë. Subhanallah. Dhe pastaj në hadithe të ndryshme që kanë ardhur njerëzit dhe i kanë bë pyetje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Enes bin Malik, jemi gëzuar, kemi qenë të kënaqur kur ka ardhur një beduin prej fshatit, nga se ky do t'i ban pyetje, ky se ka gajle. Nga se sahabët e kanë pas gajle, e kanë pas dert, e kanë analizu shumë, janë kujdes shumë që kur ta bajmë ndonjë pyetje, t'i avlen. Kanë qenë tepër të kujdesshëm. Ka ardhur një beduin prej fshatit,
Aje ka bo pyetjen direkt. Sahabët janë gëzu se tash dikush do të ban pyetje dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do t'jep përgjigje. Dhe nëse sheti në hadithe çfarë pyetje janë bo pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, cila është vepra më e mirë te Allahu? Ja Rasulullah, cila është vepra më e dashur te Allahu? Dikush erdhe dhe bani pyetje, ja Rasulullah, më trego për një vepër që nëse e baj hin në xhennet. Ja Rasulullah, më trego për një vepër që nëse e baj hin në xhehenem, që unë të kem kujdes prej saj. Ja Rasulullah, dhe pyetje të tilla për ndonjë ibadet, për ndonjë gjë që nëse e baj afron te Allahu, nëse e baj largon nga Allahu, që ti kem parasysh. Pyetje të tilla kanë bo sahabet. E pastaj pak ma vonë dikush i bani pyetje sahabiut Abu Darda radiallahu anhu. Erdhi dikush dhe bani pyetje, si është kjo mesele? Nga se kanë ndryshuar gjenerata tjetër, o Abu Darda, si është kjo mesele? Kjo mesele është kështu. E kjo tjetra është kështu. E kjo tjetra, kjo është kështu. E pastaj filloj mi bo disa pyetje derisa Abu Darda tha, a kret këto pyetje që i ban do t'i veprosh? Kret to që une po t'i jap përgjigjet, ti do t'i qosh në vend? Tha, nuk e dija do t'i qoj, ama dua me dit të mjaftojnë ato përgjigje që ti kam dhënë. Mjaftojnë. A kret pyetje që i ban don mi realizu? Jo, vetëm jo. Besimtari nuk ban pyetje në këtë mënyrë. Kështu kanë bo pyetje jehudët, ben Israilët, të cilët e stërholluan urdhrin Allahut azza wa jall. Allahu tha në Kur'an, Allahu nëpërmjet Musait alayhi salam i urdhroi ben Israilët, tha, inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Shikoj urdhrin Allahut. Allahu ju urdhëron juve që ta therrni një lop. Kështu ju urdhëron Allahu. Çka ju urdhëron Allahu juve? Allahu ju urdhëron juve që ta therrni një lop. A ka këtu filozofi? A ka këtu ndonjë paqartësi? A ka këtu ndonjë dyshim? Tash është lopa, është ndonjë kafshë tjetër. Jo, është shumë e qartë. Allahu ju urdhëron juve që ta therrni një lop. Çka ka këtu për të diskutuar? Mirë, po ata vazhduan duke bë pyetje. Dhe thanë, ma hije? Lopo, ama çfarë lopo është ajo? Subhanallah, kur të thot Allah një gjë, është e qartë, është e kryer. Çfarë lopo është ajo? Allahu a dha përgjigjen. Pastaj thanë, ma launuha? Çfarë ngjyre është ajo lop? Subhanallah, se ti thua që lopot janë ku me dit një 30 ngjyra edhe tash mos po na ngatrohet. Therrni një lop. U kry kur thot Allah mjafton, mos ban shumë pyetje. Ata ban pyetje dhe në fund than, innal baqara tashabaha alejna. Tash ne atë lop specifike vetë kërkuan, mandi duke kërkuar Allahu a bani matron. Tash këtë lop ne s'po mujna bash let me gjet. Po për çfarë arsye? Keni ba shumë pyetje. Edhe kështu ndodhi me obligimin e haxhit. Kur Allahu azza wa jall zbriti ajet në Kur'an, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u apërcolli sahabeve. U apërcolli atë ajetin walillahi ala nnasi hijjul beiti men istata'a ilayhi sabila. Allahu e ka bë obligim haxhin për ata që kanë mundësi. A ka më qartë se kaq? A ka më lehtë se kaq? A ka më kuptueshëm se kaq? Çka thot Allahu? Allahu a ka bë haxhin obligim. Kujt? Atyre që kanë mundësi. A është e qartë për të gjithë? Është e qartë për të gjithë. Sahabet e dëgjuan, sahabet e pranuan. Dikush prej njerëzve bani pyetje dhe tha, e fi kulli amin, ja Rasulallah, a për çdo vit, ja Rasulallah, Allahu a ka bë obligim haxhin. U kry.
A për çdo vit ja Rasulullah? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i kthei përgjigje. A për çdo vit ja Rasulullah? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i kthei përgjigje. Herën e tretë, a për çdo vit ja Rasulullah? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha jo. Po si kur të kisha thënë po, do ishte bë obligim për krejt ummetin haxhi për çdo vit, e cili është në gjendje ta ban haxhin çdo vit. Subhanallah, pyetjet e tepruara, pyetjet e panevojshme. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Wa kathrat as-su'al", pyetjet e tepruara, pyetje tepër pa nevojë. Derisa erdh koha, gjenerat pas gjenerate, në kohën e Imam Sha'biut, erdhi dikush dhe bani pyetje. Çfarë pyetje? Tha: "O Imam, si e ka pas emrin bashkëshortja e iblisit?" Subhanallah, njerëzit ndryshojnë dhe me kohën fillojnë me bë pyetje që nuk i takon, pyetje pa nevojë. Ademi alayhis salam, bashkëshortja e tij Hava, e iblisi nga ana tjetër, bashkëshortja e tij, si e ka pas emrin bashkëshortja e tij? Subhanallah. E çka pastaj? Çka të duhet? Çka do të bësh? Çka do të veprosh pas asaj përgjigje? Si e ka pas emrin bashkëshortja e iblisit? Imam Sha'biu tha: "Ajo është një darsëm në të cilën nuk kam qenë i ftuar. Në martesën e iblisit unë jam kanë darsëm. Nuk e di si e ka emrin bashkëshortja e iblisit. Mirë po, shikoj interesimi njerëzve, nga një interesim që vepra që më çojnë në xhennet, në një interesim tjetër të gjërave që ndoshta nuk të sjellin asnjë dobi. E mos flasim sot sa pyetje na bëhet neve për planete tjera, për krijesa tjera, për gjëra që nuk na takojnë, për emra të njerëzve që kanë jetuar që askush nuk i di, pos Allahut azza wa jall, si është quajtur Ashabul Kahfi, banorët e shpellës, si është quajtur meleku i kodrave i cili ka zbrit, si është quajtur e kështu me radhë. Ndërsa pastaj kur e shen ndoshta ka problem me namazin. Po ti ban pyetje për namazin tant, për agjërimin tant, për guslin, për abdesin, për imanin, për besimin, për gjëra të rëndësishme dhe lej këto tema nga se nuk të takojnë dhe nuk të sjellin dobi. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Allahu i urren qila wa qal", thashë themet, "wa kathrat as-su'al", pyetjet e shumta të tepruara pa nevojë, dhe gjëja e tretë, wa ida'at al-mal, dhe humbja dhe hudhja e pasurisë. Kemi përmendur ata të cilët e shtrëngojnë dorën shumë, janë koprac. Këtu në anën tjetër, në këtë hadith, përmenden ata të cilët e lirojnë dorën shumë dhe harxojnë pa kontroll, aty ku duhet dhe aty ku nuk duhet. Një gjë e tillë është e urrëtur tek Allahu azza wa jall, të shpenzon besimtari edhe në gjëra që janë të lejuara, janë halal, janë mubah, të lejuara. Mirë, po të lejuara, të tepruara, një gjë e tillë nuk është në rregull. Qoftë duke filluar nga ushqimi, për të cilin Allahu tha në Kur'an: "Wa kulu washrabu wa la tusrifu", hani, pini, mos e teproni. "Innahu la yuhibbul musrifin", Allahu nuk i do ata që e teprojnë. Shikoj në iftar, nëse në iftar janë të thirrur 4 vetë dhe bot iftari për 10 vetë, kjo është teprim. Nëse veshmbathja për një njeri është e tepruar sa për 10 njerëz në një shtëpi, kjo është teprim, deri në atë shkallë e cila quhet israf, teprim. "Innahu la yuhibbul musrifin", Allahu nuk i do ata që e teprojnë. E mos flasim nëse harxhohet, investohet, hudhet pasuria në harame. Ai cili jep të holla për alkool, ai cili jep me kamat, ai cili jep në kazino, ai cili jep në bigjoz, kjo në fen islame, në fen Allahu quhet tebdhir. Allahu tha në Kur'an: "Wala tubdhir tebdhira",
mos harxho në këtë mënyrë në rrugë të haramit, në rrugë të shejtanit. Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Ata të cilët shpenzojnë në haram janë vëllezërit e shejtanit. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith na përcjell që edhe humbja dhe hudhja e pasurisë është prej gjërave që e urren Allahu azza wa jall. Pra 3 gjëra Allahu i urren. Thashë themet, pyetjet e shumta të tepruara të panevojshme dhe gjëja e tretë humbja apo hudhja e pasurisë. Ne lutim Allahun azza wa jall, Allahu të na bën prej atyre që veprojmë nga 3 gjërat e para me të cilat Allahu është i kënaqur. Allahu mos të na bën prej atyre që të veprojmë nga këto 3 gjëra me të cilat Allahu azza wa jall është i hidhruar. Lutim Allahun azza wa jall, Allahu ibadetet tona të na i pranon, gjunahet tona të na i fal dhe të na i pastron, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. آمين والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.